Gjiku refuzon, po tani kullam. Një vend i mrekullueshëm Kosova, me gjithë defekt që mund të ketë si çdo vend, si Amerika, si Franca, si Gjermania, por në këtë kuptim është një vend i mrekullueshëm, një vend i lirë, ku njerëzit votojnë të lirë, nuk kontestojnë zgjedhjet, dhe ku Kurti nuk hap shumicën, ka drejtë bëj lojën e tij dhe ai, ri javë të tëra i çon Albulenën gjithkohon atje, ata se pranojnë. Megjithëse di që nuk do zgjidhen. Po janë të bukura të gjitha, lëra politike shumë të bukura, pra nuk prishin punë, përkundrazi janë interesante. Pastaj, duke se do e bëjmë me Limajn, nuk ja pranon as Limajt kërkesat e tij, i thot tani atij thuaje Abdigjikut, një djalë shumë simpatik Abdigjikut, valla. Ky kryetari i ri, mua pëlqen shumë kur e shoh mënyra si flet. Kur them simpatik, jo si fytyrë, si mendsi. Është i qetë, është ja, kjo është letra që ka dërguar Abdigjikut. Dhe ky i thot jo, Abdigjiku. Bile nuk e di le dio, ke sinkron e Abdigjikut të japin kullës? Ta nisan, ja dëgjoj. Nisjen e këtij procesi fillim është konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare, me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. LDK-ja për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit, po të 4 viteve shkuara, kam fjalën për rrezikimin e aleancave strategjike të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë shprehjes, atakimin e institucioneve të pavarura kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve dhe mbi gjitha polarizimin e thellë shoqëror e ka vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje me zotin Kurti. Por sot vendi është në krizë të thellë. Është krizë e thellë institucionale, kryesisht për shkak të dështimit të partisë së parë që të krijojë partneritete politike për krijimin e një shumice. Dhe zgjidhjen nga kjo blokad, LDK-ja e konsideron si të domosdoshme të rëndësisë nacionale për Republikën e Kosovës. Dhe në përputhje me këtë, LDK-ja dhe unë si kryetari i saj propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Po propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Dhe kjo zgjidhje kërkon edhe përgjegjësi, edhe unitet, po mbi gjitha kërkon edhe vetdije të lartë politike nacionale në vend. Dhe në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi, fillim është konsultativ me të gjitha. Po pra. A e pata bëjmë, pas ti flisëm. Një nga liderat e opozitës. A? Baja vetën Arjan. Premtove i zdo flasësh asë gjithë sante. Baja vetën Arjan. Mos e ftuaj, mos e hap gojën. Njerëz se bëjnë vetë diferencë, kontrastin e kuptojnë vetë. Pra Kurti i dërgoi një letër këtij djalit që është kryetari i LDK-s Kulla. Pasardhës si Ibrahim Rrugovës. Pasardhës si Ibrahim Rrugovës, ja ku është. Vetëvendosja, letër Kurtit, që nuk e lexoj dot se është shumë larg. Jam i bindur që sot votuesit e LDK-s sot e preferojnë më shumë të koalicionin me lëvizjen vetëvendosje. Edhe votuesit e lëvizjes vetëvendosje preferojnë po ashtu më shumë koalicionin me LDK-n. Pse të mos e bëjmë? Lëvizja vetëvendosje nuk është e interesuar për koalicion me PDK-n, e cila është forca e dytë në rastin konkret. Ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja, pra thot Kurti që i thot, shikoj, ne është një lloj kërcënimi. Ku pak çka mund ndryshoj për LDK-n, pra jo se do rritet. Dhe mandej sërish do të na duhet të ulemi bashkë për koalicion LVV-LDK. Pse ta bëjmë atëherë më vonë kur mund ta bëjmë tash? Bukur shumë. Pse edhe një palëzgjedhje për koalicionin e njëjtë? Natyrisht që më së miri do ishte të takojmë e të flasim dhe të diskutojmë këto si politikanë të pjekur që kanë ardhmërinë e shtetit dhe përparimin shoqëror prioritet mbi çdo tjetër. 9 minuta ke dispozion, Kulla nuk do ndryj fare, jepi. Mazmart të ngjarje. Çfarë është për ty kjo? Letra i ka të gjitha brenda. Ka dhe ofertën dhe kërcënimin, edhe rrugdaljen. Nuk mund ta quash kërcënim. Ka kërcënim. Është bllof, jo, është bllof politik. Ai i thot zotëri, po të vemi në zgjedhje, prapë një rezultat do jetë pak a shumë. Jo, zgjedhjet e reja. Edhe unë kështu mendoj, por çfarë? Ai e ka shumë qartë që gjysma atyre deputetëve nuk do jenë më. Jo, flasi numërun. Kurti ti thua do bie në numër. Jo, s'ka rëndësi, nuk po them që do bie Kurti numër, po them Kurti. Kërcënon vetët thua ti? Kërcënon vetët dhe ata të tjerë dhe partitë e tjera të vogla. Edhe këta të LDK-s do të çdo jeni më në parlament, kështu që rreshtoni këtu. Po sepse ti e pe që duke i trembur, duke i thënë s'do jeni më në parlament thua ti?
Ky e mban lojën, mos shkon në zgjedhje. Mos e humni, se ku është loja tani? E kuptova. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese, ka qenë Enver Hasani edhe kryetari i gjykatës kushtetuese. Kujdes 8 minuta kulla. I bërë në 2012-ën, që jepte vendimi i gjykatës kushtetuese bën një shpjegim që jepte të drejtën partisë së parë që dilte nga zgjedhjet që të zgjedh kryetarin e kuvendit, pra me propozim partisë parë. Pra Lëvizja Vetëvendosja thotë që unë jam ai që do bëj kryetarin e kuvendit. Po s'ka kryetar kuvendi, unë do ta mbaj peng dhe do ikim në zgjedhjet parakohshme. Çështja është nëse ai bën 61 numrat për të bërë kryetarin e kuvendit, me ato 61 numrat ai do bëj dhe qeverinë. Sigurisht. Dhe arsyeja pse ai nuk ja jep, se ka kurth për Kurtin. Pra në rastin e propozimit të Abdi Xhikut thotë bëjmë një qeveri gjithëpërfshirëse, që do të thotë jo kryeministri Kurti. Nuk e thot ai, po e lot kuptohet. Po e lot kuptohet. Pra Kurti e di shumë mirë që po doli nga ajo zyrë nuk hyn më në atë zyrë. Do shumë e vështirë pastaj. Dhe ka shumë qartë të gjë. Në të njëjtën kohë Kurti e ka shumë qartë, nëse jep kryetarin e parlamentit një partie që nuk është i Lëvizjes Vetëvendosje, që nuk është i veti, mundet ai të bëjë 61 vota pastaj duke bashkuar gjithë tjerët, ndoshta duke kapë edhe një deputet Vetëvendosjes dhe pastaj domethënë këta të bëjnë kryetarin e kuvendit, në rastin konkret Lima i kërkon kryetarin e kuvendit. Po pra, që po ky nuk ja ka besën. Sigurisht. Okej? Dhe pastaj thot, prit se ky kryetari i kuvendit pastaj mua mund të mos më lejojë të bëhem kryeminist dhe më rrëzon. Prandaj ai i shantazhon me variantin o unë kryetarin e parlamentit dhe kryeministin. Kush ai? Kurti pra, letrash e Kurtit. Po pra. Ose ne mund shkojmë edhe në zgjedhjet e reja. Bukur. Tani, pra të rreshta ai e shkruan dhe zgjedhjet e reja. Je shumë i qartë. Pyetja është kjo. Edhe sa ti vetë duhet ta dekriptojmë. Ta dekriptojmë. Bravo, më je shumë i saktë. Prandaj mua më lind pyetje. Dekriptimi vazhdon. Në këto 6 minuta që na mbetën. Edhe sa porta të tjera i kanë mbetur Kurtit për të hapur. Pra, me Limajn duke sikur dështoi. Me këtë LDK nuk beso se ja pranon që mos jetë kryeministër. Këtë opcioni që jep Abdi Xhiku, edhe sa marge de manevrë, që thonë francezët, pra, edhe sa mundësi manovrimi ka Kurti akoma derisa dorëzohet. Çelësi qëndron tek ajo që tha Abdi Xhiku. Që? Pra, tek zgjedhja e presidentit. Abdi Xhiku thotë një qeveri tranzitore deri në zgjedhjen e presidentit. Dhe Kurti e ka shumë qartë që qeveri me Limajn mund të bëj, por nuk ka votat për zgjedh presidentin dhe pas një viti do shkojnë zgjedhjet parakohshme. Mund ta bëj qeverin edhe me dikë tjetër. Sa po të do presidenti atje, nuk është 50+1? Jo. Do shumë ati harovo. Jo, nuk është puna, do 2/3 e pjesëmarrjes. Pjesëmarrjes. Me ata që janë mund të zgjedh me 50+1, po do 2/3 e pjesëmarrjes. Momentin që ata s'marrin pjesë nuk bëhet kvorum, nuk zgjedh presidenti. Pra, çështja është që në të gjitha rastet... Jo, e kam fjalën, cilët lojtarë tjerë kanë betë Kurtit, pra. Me këtë, thjesht për ta thjeshtuar bisedën. Po, i ka ngelur PDK-ja sepse në rreshta... Tani me PDK-n, ha vëlla më thuaj. Nëse vë letrën ti aty... Po, e do e vë letrën leti tani. Ai thot se antarët e Lëvizjes Vetëvendosje... Ja si e thot. Thot sepse Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar për koalicion me PDK-n. Pra, nuk është e interesuar. Por edhe mund të interesohet me një koalicion. Fakti që e thot... Po. Mund të rëkuptojmë pra edhe mund të interesohet. Çështja është që në qoftë se do të bënte një koalicion me PDK-n, i ka numrat për presidentin pas vitit? Po, për presidentin i ka numrat e për shumë gjëra tjera, por koalicion me PDK-n nuk kupton që PDK-ja do të vërë kusht rikthimin e dhomave speciale nga Haga në Kosovë. Se ka me Thaçi thua ti. Jo, Thaçit aty janë 4, domethënë, po 4, po çfarë ka Thaçi kryesori? Thaçi, Veseli e tjerë, domethënë, po. Pra ata nuk kanë praktisur ata tuçi që janë Haku. Shiko, ndikimi Hashim Thaçit dhe Kadri Veseli në PDK është absolut mos. Se mo ti thua që ky është satelit thua, ky është vasal komplet. Them që është vasal, po janë. Ky i PDK-s, Jo, mos është problemi, është Krasniqi dhe ky tjetri. Është shumë i mirë. Krasniqi e ka ky? është shumë i mirë, po Krasniqi ka, është shumë i mirë, është nga i familje mirë. Po pra, po është një lloj lulbashe si që ishte kur Berisha nuk ishte de Problemi është, ajo është një parti e dal nga lufta ku roli i familjet mëdha, e komandantëve, e elektoratit që vjen nga Drenica e tjerë, është një rol shumë i fortë. Pra, çështja është, nëse do ketë një marrëveshje me PDK-n, kjo është një marrëveshje që në kushtin e saj do ketë edhe rikthimin e dhomave speciale. Dhe Kurti nuk do. Jo se s'do Kurti, Kurtin se lën britanikët, të cilët e mbështesin. Ç'pun kanë britanikët? Po sepse ti e di që europianët e britanikët kanë qenë ndër të parët që kanë dashur të bëjë gjykata speciale dhe ashtu. Dhe të njëjtën kohë edhe amerikanët.
Pra, nuk është puna që do kthehet kjo, sepse Kurti zgjidh problemin e numrave, por armiqësohet me ndërkombëtarët. Dhe Kurti sot e shef të vetme zgjedhjet mundshme. Sipas shifrave, vetëm me LDK-n që zgjedhë dhe presidentin e ardhshëm. Por ai e ka të qartë që LDK-ja është në një ngërç, sepse LDK-ja ka grupime brenda, është në një ngërç shumë të fortë, dhe që ta tekaloj këtë ngërç, Kurti kërcënon në mënyrë indirekte me zgjedhjet parakoshme. Dhe Kulla, me intuitën tënde dhe me përvojën që ti ke me Kosovën se e njeh shumë mirë dhe me mënyrën se si luajnë kulisat atje. Në një rast si ky që po përjeton tani ne me Kurtin në Kosovë, me këtë lloj ekuacioni interesant që është krijuar. Cili është opsioni më i mundshëm sipas teje? Është që Kosova të shkon prapë në zgjedhje? Në gjitha rastet, Kosova është e detyruar të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Po pse në gjitha rastet? Sepse asnjë nga partitë nuk do hy, nëse një parti do hy në një marrëdhënie, në një martesë me Kurtin, kush do ketë të gjysmën e pushtetit. Qartë. Që nuk kupto këtu dhe presidentin. Sigurisht. Po. Tani, në këtë moment, partitë nuk janë aq të rehatshme se kanë dalë nga zgjedhjet ku kanë dalë humbse. LDK-ja është partia e tretë, është mbrapa PDK-s. Limaj dhe Haradinaj po mos ishin bashkë, nuk futeshin në kuvend. Pra, secila parti nuk i bën llogarit me llogaritë e Kurtit, po i bën llogarit me llogaritë e veta. Pra, ç'a ndodh me këtë qendrim? Ata do dobësohen në elektoratin e vet apo do forcohen? Ndërkohë që unë mendoj që Kurtit i interesojnë zgjedhjet e parakoshme në verë, kur një pjesë e madhe e diasporës, ku Kurti është i fortë, e tregoi dhe zgjedhjet e fundit që është i fortë, vinë në Kosovë dhe nëse ata ndodhen në Kosovën korrik, marrin pjesë në votime dhe i rrisin mundësinë që ky të fitojë dhe të ketë ato numrat e famshëm të vetët. Kuptova. Pra, secili këtu bën llogaritë e veta. Askush nuk është se po mendon na fat gjatë. Tu ka një problem tash. Që edhe nga ABE-ja, po edhe nga Amerika presin që këta t'japin një qeveri të fortë me numra dhe edhe nëse bën zgjedhje të reja parakoshme, ajo që thot Albini aty që numrat do të jenë gjithmonë problem se si do bëhet një bashkëqeverisje. Pra, për ta bërë kemi një pazar. Më mirë tulemi ta bëjmë pazarin tani. Problemi është, a ka fuqi Abdixhiku të shkojë në një pazar me lëvizjen vetvendosje në kushtet që ai shkon si forcë e tretë apo si forcë më minoritare, pra duhet marrë shumë. Ai e pa të thënë që kur mbaron zgjedhjet, që unë ulem me këdo me kushtin që secili të pranoj që kryeministri është i LDK-s. Dekord. Pra, edhe në rastin konkret, ai thot, largohu Albin, lësho zyrën e kryeministrit dhe flasim. Jo, pa, nuk thot që dua kryeministrin. Jo, po largohu, lësho zyrën e kryeministrit dhe flasim. Ai let kuptohet që do të jenë të gjitha partitë në këtë qeveri. Pra, po, ka ndodhur një herë kjo në kohën e Bajram Rexhepit. Dhe? Funksionoi? Jo, funksionoi, po ai që u doli dëmtuar nga kjo gjë ishte pikërisht kryetari i partisë së Bajram Rexhepit, tash më thashin atë. Dakor. Dhe qëndroi në opozitë dhe u desh që të vdiste Rrugova dhe të shkonte në burg Haradinaj që bëhej thashë kryeministër. Pra, palët të dinë se ka një historik zgjedhjet në Kosovë. E aq më tepër që sistemi elektoral në Kosovë është simpatik, domethënë. Shumë i bukur. Nëse s'kalon 5% që ndigjesh, je jashtë parlamentit. Pra, unë mendoj që të gjitha palët po bëjnë llogaritë e ardhshme dhe o do kemi në një pazar minutë fundit. Mes kujt pra? Po mes dy të mëdhenjve. Abdixhiku më duket shumë serioz për të kthyer fjalën Problemi prapë. Abdixhiku ka partinë kundra. Po kë parti ka kundër më? Është kryetari i LDK. Po nuk është LDK-ja kështu si mendon ti. LDK-ja janë është parti shumë e fortë. Jo të përçar. Po ata kryetarët e degëve, për shembull këta që vinë nga Ka fraksione atje më burr. Po sigurisht të forta shumë. Për shembull këta që vinë nga zona e Llapit e Podujevës, ta janë që është Prishtinë, Llap, Podujevi janë krau i fortë i LDK-s. I vën kushte thua ti. Po Gjilani është krau i fortë i LDK-s. Ferizaj është krau i fortë, edhe Prizreni, edhe të gjitha zonat, ndërkohë që Abdixhiku vet vjen nga Lugina e Preshevës. Qartë. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë që mbërritet atje dhe bën siç është këtu tani që kryetari është dhe pronar partie, atje ka vot në parti, domethënë, sido që të jetë puna. Kështu që nuk është kaq e lehtë për Abdixhikun, sepse Abdixhiku i bie që të rrëzohet vetë, domethënë. Kështu që shkoj të ndihmoj Kurtin për të rrëzuar vetë. Në këmbim kësaj do një gjë të lartë, minimumi presidentin. Pra ti thua, edhe për nuk mori kryeministrin, mjafton të ketë presidentin. Gjysmën e qeverisë dhe minimumi presidentin. Ore Kulla, jemi në pritje të gongut, kur të bjerë gongut do ndërpresin, s'kemi ç'bëjmë. Edhe në tymin e bardhë ose të zi. Jo, tymi zi doli sot, s'kemi ç'bëjmë sot. Ne ja ra gongu. E fundit fare në dion që ose më Tymi jon thash unë, jo. Kulla vetëm 3 sekonda valla.
10 sekonda. Ore, presidenti është njësoj si në Shqipëri, është onorific në Kosovë, apo ka që më shumë fuqi? Ka pak më shumë fuqi. Ka më shumë fuqi. Presidenti në Shqipëri fatkesish nga marrëveshja 2008 se këthe, ka ardhë gjithmonë duke uzberur, Dërsa atje qa ka kjo vjolë? Ka akoma fuqi. Në lidhje me drejtsinë me këto? Ka me drejtsinë, ka me diplomacinë, ka me shërbimet. Dakor, pra është më i rëndësishëm. Prandaj dhe këta janë interesuar ta kenë president se cili për tyre. Për shembull, politikë të jashtme, presidenti shumë i fuqishëm. Qartë. Dhe nuk është figurë. Kujtohet që Hashim Thaçi ishte një president shumë i fuqishëm. Falenderoj jashmase, Kulla. Faleminderit ty. Takohemi javës tjetër. Takohemi të premte.